politika është çështje perceptimi, nuk është asnjë çështje shifrash. Dhe natyrisht ne diskutojmë dhe lidhemi këtu dhe po diskutojmë për Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe jo për Finlandën, Fjallabia, apo për Kenyan, apo për Japoninë, Daci, sepse çfarë do të Amerikë natyrisht impakton pjesën tjetër të botës. Temë është çështje perceptimi sepse po shikohet ekonomia nën Bidenin Fjallabia, në gjithë parametrat ekonomik i kishte më mirë se sa nën Trumpin në këto 2 vjet. Doni rritjen ekonomike, ishte 4.4%, 4% nën Trumpin. 2.0 a 2.1 ishte inflacioni nën Bidenin është një 3.8 aktualisht 3.8 tani. E njëjta gjë me gjithë parametrat ekonomik. Pra, nuk është se Bideni humbi për shkak të ekonomisë, po humbi për shkak të perceptimit. Perceptimi që dikush që flinte, dhe kërkoi të vinte dikush i cili kishte energji pavarësisht. Po ishte thjesht perceptim, ai ishte ashtu. Po pra, po dakor, po. Çështje perceptimi, pra nuk është çështje, por kjo s'do të thotë që amerikanët nuk votojnë për ekonominë, nuk votojnë për zgjidhjen e krizave. Për shembull, Reagani ka ardhur në pushtet sepse premtoi zgjidhjen e krizës së Iranit dhe sot që ka dalë arkivat, tregon që ai ishte në negociata me regjimin e Ayatollahut në atë kohë. Ndërkohë që të nesërmen e ditës u liruan pengjet. Ndërkohë që kjo ishte një tratativ me atë regjim që t'i lironte pengjet pikërisht pas kur mos ja jepnin Fordit atij Carterit. Dhe Reagani ka marrë komplet platformën e Barry Goldwater. Barry Goldwater, në stafin e cilit punonte çifti shumë simpatik Bill Clinton dhe Hillary Clinton, ka qenë republikani më konservator në historinë e kandidatëve republikanë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ka humbur 44 në 50 shtete. Humbje më thellë që ka pasur një kandidat. Mori të njëjtën platformë Reagani, 4 vjet më vonë fiton një nga fitoret më mbretërëse të historisë së Amerikës dhe bëhet një presidentim i madh republikan deri më sot. Pas Lincolnit. Po fusim Trumpin, se për atë do ketë ko historia të shkruajmë më. Pra, është çështje perceptimi në lidhje me atë që po ndodh me Hormuzin, natyrisht që ajo luftë po luftohet sa aty mes Iranit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës apo mes Izraelit, Amerikës dhe Iranit, aq në bursa. Pra po shikoni deklaratat e ditës premte me deklaratat e ditës së hënë të Teheranit dhe të Washingtonit, me thënë i shikoni në të kundërvëna, sepse secili e shikon bursën kur hapet dhe kur mbyllet. Çfarë intereson Trump, do të thënë, më duket sikur edhe bursat kanë fituar imunitet tani, kanë një lloj prudence, nuk reagojnë ai shpejt ndaj çdo lloj. Nuk po i futem këtu tani akuza insider information e këto që bën në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po themi që Trump shumë luan me kartën që Irani humbet $500 milion në vit. Kjo gjë mund të çojë në mospagim të pagave të aparatit sigurisë. E dihet që regjimet diktatoriale e kanë shumë të ato pagat e fundit që paguajnë. Nëse këto s'do paguajnë, ata do revoltohen. Kjo revolt do çojë pastaj në përmbytje të sistemit të ajatollave të tjerë. Pra po mbyll lakun. Irani luan me strategjinë asimetrike. Pra ai nuk godet ta zëm Azerbajxhanin që u furnizon 50% naftës Izraelit, se mban aty, sa aty është Turqia është, por godet kë Dubai, që është qelq. Do me të në gjitharë, sepse aty e ka më të letë të shkaktoj dëmen në mënyrë që ata të marrin Shtetet Bashkuara të Amerikës, ose Dubai dhe Emiratet. Aty është Arabia Saudite, që është vlerësi kryesor i anëve të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Aleat kryesor, kyç i Shtetet Bashkuara të Amerikës, era ku e Theodore Roosevelt në 37. Këti Franklin Delano Roosevelt në 37. Pra, në këtë sens, Shtetet Bashkuara të Amerikës janë në presion global, janë në presion nga Arabia Saudite, nga Katari, nga Omani, da gjithë vendet e gjirit, po jo vetëm nga ta, nga Europa, nga pjesa tjetër. Është e vërtetë bile shkëto krizë aziatike, sepse normalisht që impaktohet Japonia, Kina, shumë më tepër Rusia dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës po fitojnë para. Para 10 vjetësh Amerika s'jen ndër 2-3 vendet kryesore të botës në prodhimin e naftës dhe ka qenë gjithmonë Arabia Saudite, Iran, Irak. Sot Amerika ka 2 fishin në raport me Arabia Saudite. Është prodhuesi më i madh sot në për shkak të teknologjisë, gazit fraktal, për shkak të gazit lëngshëm, DNG-s, për shkak të kontrollit të rrugëve. Në ka vende që përfitojnë sot nga kjo krizë, është Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Rusia. Shtetet Bashkuara përftimi është i neglizhueshëm ose ka impakt neto negativ për shkak të inflacionit, sepse ekonomia amerikane varet shumë pak nga eksporti të naftë, nuk është po ama varet shumë nga çmimi i hidrokarburëve. Edhe herë, nuk varet nga eksporti. Po s'është vetëm nafta, është LNG-ja. Edhe energjia. Por në ekonominë amerikane, eksporti i hidrokarburëve dhe një peshë shumë vogël GDP-s. Gaz natyror prin Katari, në gazin e lëngshëm prin amerikanët. Gazi i lëngshëm edhe eksporti i hidrokarburëve në Amerikë, në GDP-n amerikan dhe një peshë shumë vogël. Dhe dëmi që bën çmimi më i lartë i karburantëve dhe ngadalësimi në ekonomisë është shumë i madh se sa Amerika ka dhe rafineritë e naftës së rëndë, që është nafta venezueliane. Patjetër edhe kanadeze. Në lidhje me këtë debat. Natyrisht pam Iranin dhe luftën e fundit, por debati ideologjik dhe debati politik në Amerikë, që thamë që është i polarizuar e tjerë, ti the pak më parë, ka çmendur jo vetëm Amerikën, por ka çmendur dhe botën, ka çmendur dhe Europën. Tani,
duhet parë në disa këndvështrime. Këndvështrimi i parë është elektoral. Është e qartë që Trumpi ka nevojë për distraksione si nga dosja Epsteinit, ashtu edhe nga shifrat e sondazheve që nuk janë shumë pozitive për momentin, ose siç Trumpi do dëshironte. 29-30. Tani, po flasim për... Sondazhi i fundit që na tha Doranti tani ishte 29, nga 29-30%. Okej, nuk ka rëndësi, mund të jetë edhe 30. Edhe 36 është prapë shumë i ulët. Mos merremi me gjërat vogla, merremi me makron. Pra makro është që Trumpi ka probleme në skenën e brendshme politike dhe nuk do të humbas, nuk dëshiron të humbas zgjedhjet. Për këtë arsye unë mendoj që ai posajon sa më shumë arsye ose artifica për të tërhequr vëmendjen. Lufta e Iranit duhet kishte ndodhur vite më parë. Është një regjim shumë i ndyrë që duhet hequr me kohë përmes një koalicioni ndërkombëtar. Mënyra se si u bë kjo luftë, mënyra se si u shit në publik, mënyra se si u mbajt e fshehur plani nga aleatët evropian, mënyra se si Trumpi pastaj shkoi dhe i kërkoi aleatëve evropianëve, se nuk mund t'i quajmë aleat në librin e Trumpit, për ndihmë dhe pastaj i shan dhe i ul, ndërkohë që sot mbreti Charles III sapo ka zbritur në Washington me shpresën që mund të riparoj sadopak marrëdhënien Londër-Washington që s'ka ndodhur ndonjëherë të jetë në nivele kaq të dobta. Pra, kjo tregon që nuk ka pasur plan, nuk ka pas strategji. Trumpi tha që do zgjasë diku tek 4-5 javë. Jemi përtej muajit të dytë. Nuk ka strategji. Tani, o Amerika do futet në mënyrë toksore, që do t'ishte katastrofike në terma ushtarake, sepse po flasim për potencialisht një skenar vietnamizimi të Iranit, dhe ju garantoj, Alban, edhe nga kontaktet e mia, sot ka shumë fraksione edhe brenda magës, po edhe brenda politikës amerikane dhe sidomos mes konservatorëve që janë shumë të shqetësuar për mënyrën se si po shkon dhe për destinacionin final të kësaj lufte që duket për momentin që është një tunel pa dritë në fund. Nga ana tjetër, kjo mania, unë jam vetë personalisht kam shumë miq në Izrael dhe e kuptoj që është e natyrshme të jesh pro-Izrael sepse është një demokraci, është e vetmja demokraci në atë zonë. Por jo të bëjmë më katolik se papa, jo të shkojmë drejt çmendurisë, jo të shuajmë fëmijë e Gaza dhe të shkatrojmë dhe të kryejmë gjenocid në emër të supremacisë religjioze. Keqpërdorimi, kjo më shqetëson mua më tepër, keqpërdorimi dhe identifikimi i agjendave fetare religjioze, identifikimi i të ashtu quajturve kristian në Amerikë, unë jam vetë kristian, nuk ka liber fetar në botë që mund të pranoj vrasjen dhe eksterminimin e një race dhe gjenocidin, si që ajo që ne përshofim dhe kemi parë në Gaza. Me fjalë, unë mund t'jem pro-Izraelit, por nuk jam pro-Bibi, pro-Netanyahu në këtë çmenduri që ka ndodhur. Dhe ky ishte plani i Izraelit për të shkuar në Iran. Amerika e ndoqi, kam ide që ne i thjeshtojmë çik gjërat. Trumpi e bën këtë se ka hall të mbyll dosjen e Epstein, Izraeli e ka tërhequr përunde, e ka futur në një luftë e cila, domethënë, më duket shumë e thjeshtuar. Duket shumë infantile, po gjithë ky lloj shpjegimi për ca gjëra që njerëzit mund bëjnë vendime gabuara dhe gabuara. Por në premisa kaq të thjeshta nuk mund të ndodhin gjërat. E përjashton ti mundësinë që realisht mund të jetë një vendimarrje infantile? E përjashton realisht kategorikisht që mund të ketë vendimarrje të gabuara, kjo nuk diskutohet. E përjashton se janë bërë dhe do të bëhen. Ama që të jetë kaq ashtu situata që i vajti ai e kapi përunde i tha hajde futu ti këtu. I vajti, ai shikoj tha, shpërthej këtë luftë, ato vetëm në filma ndodhin, shpigin në media, po themi transkripti i takimit të Witkoff në Moskë, sa dolën madje edhe përgjime kanë dalë të këtyre takimeve. Kur shkasim në konspiracion pastaj. Jo, nuk shkasim, janë bërë publike. Dhe mënyra se si është negociuar. Mënyra se si uraniumi pasuruar më zotrim në grad 60 gradë, që shumë shpejt shkon në 90 gradë, por dakord, patjetër, do i bërë. Faktor apo s'është? Ky është faktor dhe për këtë jemi dakord gjithë. Çështja është që sot në tavolinë është eksaktësisht marrëveshja që ka firmos Obama 10 vite më parë për të rifirmos.